Atëherë unë nuk jam koni vaksinum, kam pas një temperaturë, do të thotë edhe më ka sulmu. Fatkeqësisht kum nejt afër 12 vite në spitale. Mundësia e shërimit tëm ka qenë deri këtu ku jam. Thonë tash moshën për rreth 50 vjeçare, e ke vazhdu prapë shkollimin. Aty ku e ke larë? Po, do më thoni kam krije edhe klasën e 9 frikë, rreth që një ditë rinje. 2 fëmijë kam, po motivi më i madh për ta jam unë. Vetëm Kosovë shëmë më i ri ose njeri, nëse humb një vet, e humb tani jetën nuk shkon shkollë. Aja shumë gabim. Asnjë sfidë nuk e pasi barrierë për të bërë atë që do. Deshi të përfundoj shkollimin fillor e bëri në të 50-at. Deshi të ketë pavarësinë financiare e arriti me punë të palodhshme. Tonte që njerëzit e sfiduar nga jeta ta kishin si model frymëzimi, ashtu edhe u bë. Avdeli Bishi tash sa vite punon si mirëmbajtës i hapësirave publike në komunën e Gjilani. Ai për njësaj derin ka rrëfyer se si humbi aftësinë për lëvizje, për shkak të saj si e ndërpreu shkollimin në gjysmë, sfida që i solli jeta e shembullin e pashoq që u bë për të tjerët. Verë dhe pranverë kam parqet edhe lulet, po gjatë kohës vjeshtës edhe dimit jam i përgjithshëm të në rrugë të Komunës Gjilan. Po, të më tregoj që orare fillan në ora 6 deri në ora 2, mirë po tash ka kalu ora 2 dhe na gjetëm ty punu ala. Po mdokët s'pe këqysh e kështu kur kryet orare? Jo, nuk e këshyre sepse ka kohë shemë kur ndonjëherë bje shi, ata nuk mirën me mu heq, se bjen shi tanë ditën, unë në punë nuk dalë, se edhe nëse dalë do të menet me një kafeteri, se kur bjen shi tanë ditën është vështirë me punu. Po, do të thotë, në jesërë, se pas njëse kur nale dili, kur nale qivi, unë e punoj dorë në orë. Nëse është e mundur dhe në orë 16 dhe në orë 18 punoj, bile që mos i jes hak. Po a lodhe shto shamull me thonë hajt pelot se dhe kompenzoj nesër se ndodhe këto, por është adash një madhe për punën, se di. Mu lodhe ma po kam qef, mu lodhe se ku qëkët i shpia kam qef. Kur t'ish i lasht, tatë edhe buka ma mirë edhe zëgjumbi ma mirë. A më konë i pushushëm, s'kish ka banda një veçkimu për la me gra me fund të shpia. Kështu që ma mirë me punu. Po, ma mirë me punu. Po, tregoj që i integru edhe, po pëse ju përmende këto me qëllim fjallën integrem, për shkak se ju jeni person që e përdojnë karrocën. A më na tregoj që sa vite jeni përdoru si karrocës? Po, do të thotë unë jam lindë, më herët e përmena jam i lindur në vitin 1969, do të thotë si fëmijë kam qenë, si tash fëmija si të lindi deri t'i bojnë 5 vjet i merë afer 2-3 vakcina kundër gjitha gripeve, smundjeve të ndryshme. Atëherë unë nuk jam koni vaksinum, kam pas një temperaturë, do të thotë edhe më ka sulmu. Në atë kohë edhe smundja e më quhet pospolio pares. Fatkeqësisht kum nejt afer 12 vite në spitale, si në Shkup, Nohër, Beograd, në Ljubljana. Mundësia e shërimit tëm ka qenë deri këtu ku jam, do të thotë prej vitit 1969, sot 2025 i kam 50, tash i baj 56 vjet, jam përdorus i karrocës. Fatkeqësisht nuk jam i shkollum, e kam kriju një shkollë klasën e 4. Dhe në klasë 4, ta? Po, masanena, mas i jam ardhën këto në Gjilan, e kom kri me korrespondencë, do më thonë kom kri edhe klasën e 9 frikë, rreth që një ditë rinje. Nuk më ka ardhën, bile nuk më ka ardhën, që me thonë cikur t'i kështë thotë, dhe vëlla unë s'po shkoj unë, më shkoj kom kri. Do më thonë klasën e 9. Unë këto nuk e pas ditë dhe kër më tregove e më ardhë shumë mirë. Do më thonë tash moshën për rreth 50 vjeçare, e ke vazhdu prapë shkollimin. Aty ku e ke larë? Po. A pra tregojmë fillimisht pse nuk, për çka, cilat ishin pengesa që mos me vazhdu shkollën në klasën e 5 të tutje? Po, atëherë ku më jetu une, ka qenë fshat, shkolla ka qenë shumë lartë. Për një transportit nuk ka pas, kështu që mundësit janë konë shumë vogla me vazhdu dhe më zonë klasën e 5 të deri në 8. Kjo ka qenë veç për ty apo edhe për antarët tjerë të familjes? Jo, ato tjerë kanë shku se do të thotë ka qenë një 3 km apo 4 km një drejtim edhe 4 një drejtim. Për një person me ausit të vizume në vesër orar ka qenë e pamundur për me vazhdu shkollën.
Po besoj që të shtojnë ka vetë pikë, jo, që ata edhe ke vazhduar Po, në e kom shkollimin. vazhduar, faktikisht veç e kom vazhduar që ishin do të ri që nuk shkashin shkollë me vazhdu qatë. Une ju kom bashkallgjit radhës tënve me shku edhe me motivu edhe i kom marrë për me një 2-13 të ri me mu kanë shku. Falte e kanë orë. Edhe kanë krije, do me thonë, për klasës 5 deri të 9, që sot asaj dite shumë në takojmë rrugës e marrin grek për fajna gjavë del, kur s'ta harraj. Po du me ditë, në qëfar moshë saksisht ke qenë kur e ke vazhdu klasën e 5? Po ti Pra vërsisht 50 vjetë. 50 vjetë. 50. E atë kujtohet në shta dita parë mas këgja një kohë kur ke hi ato banka shkollore, çfarë ndjenjë u kone jo? Konë dite e mërkur. Okej. Dite e mërkur edhe jo mullën se nuk ka qenë njësim i rregull. Po. A i ka qenë, në shambull, kemi shku 2 herë javë, te kemi pas mërkur e ma të premte. Vëlloj, ishte një ndjenjë, nuk mu do këtë qasharake se vetëm Kosovë, shambull një ri ose një re, nëse hum një vetë, e hum të një jetën nuk shkën shkollë. Aja shumë gabim. Në perëndim e kije, nuk i di para një, në 2-3 jave, ndëgjova që një e ka kry fakultetin shkenca politike nga 70-ta. Po shumë mirë. Unë kisha apelu të të rritë edhe të të rritë, nëse humb një vetë, nuk është koqa, ban me vazhdu mas një vitit, për shkaqet ndryshme, mon me vazhdu mas një vitit e 2 viteve, se vallaj nuk humb koqa veç çka fitar. Zoti Vishe, ju jeni ndër njerëzit që jeni shambull që mos me u dorëzu. Edhe do me thonë për shkak se e keni vazhdu punën, nuk keni dorëzu, e keni vazhdu shkollën aty ku e keni lanë. Po më tregojnë, cila u kanë shtysa më e madhe që ty të ka bërë që ti me vazhdu dhe mos me u dorëzu? Po, me fulla realitetin, një kohë, jo vetëm unë si Auditi Bish, po shumë kosh ka mujtë më dorëzu se s'kemi pas shtetë. Sa dhe kemi shtetin, aja të motivan për tej çdo kufinit, sepse e kemi shtetin tonë. Ke qenë motiv për shumë njerëz, mesin e tyre ata 13 vjeç që i ke ndihmu me vazhdu shkollën, po besoj që je motiv shumë i madh edhe për 2 fëmijët e tu. Po, Je i martuar edhe ki 2 fëmijë. 2 fëmijë kam, njoni i ka 23, njoni është 17 vjet, ai tashmë krin edhe shkollën e mesme. I malli punon, e ka kry shkollën e mesme edhe nuk deshti ma gjatë me vazhdu, punon. Po motivi ma i madh për ta jamone, se kur e shohin shambull që një prindi ti me avsit ku vizu me qohë në ora 6 mëngjes, e shkon punë, edhe ai e din që baba i vetë nuk punon me dallavere, nuk jeton me dallavere, po jeton me njesën e vetë që me mishe shpirt lufton, edhe ata kanë me po atë rrugën që me të vërtet duhet me njesë pa dallavera me fitu dinarën. Zoti Vishe të tregove që tash janë kohë tjera në cilat po jetojmë këto dhe besoj që edhe fëmijët tu janë të jetu një jetë ma ndryshe se që ti e ke jetu. Tash me u kthy në kohë, cilat janë kanë sfida më të mëdha me cilat je përballë? Po, Për shembull, a ke pas paragjykime njerëz? Ka pas paragjykime, sepse mas luftës ka pas edhe sot ka paragjykime, që shembull nëse ka një fëmijë me aftësi të kufizuar, nuk don me ditë rrethi ose miqësia ose shoqënia, se e ka një antar familjes me aftësi të kufizuar. Te na kemi pas asnjë paragjykime si familje. Faktikisht baba i jam i ngratë, i Rameti pa shpirt, ka punu në Shkup. Unë nuk e di që ka ardhur dikush si mosafer, e nuk jam konën e prezent në odë ose në sofër, ose nuk e majna asnjë. Nuk s'ka ndalu prej fëmijëve tjerë? Nuk ka ndalu, edhe të një shembull kur mu i kombat moshën e caktuar mbi 18 vjet, kom marrë atë pavarësinë teme, unë edhe për si kom vetë, kom luftu me mishe shpirt për drejtën teme, edhe sot luftoj. Edhe s'dorëzona deri në pikën e fundit, deri sa të arrijmë qëllimet. Nashta nuk mujmë arrit qëllimet 100%, me kaluat mesin, mbi deri në 60%.